Pak para orës 8 të mëngjesit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi punën për t'i kryer përgatitjet e fundit për shpërndarjen e materialit që do të përdoret në balotazhin e së dielës. Flet votimet, listat votuese, ngjyra matrikulare dhe vulat u ngarkuan nëpër kamion për t'u dërguar në 18 komunat ku do të ketë balotazh. I gjithë procesi u bën në përcjelljen e policisë. Raund të dytë votimi për kryetar komunash do të ketë në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fush Kostov, Mitrovice, Veriut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suarek, Viti, Vushtri, Junik, Mamush dhe Klokot. E për raundin e dytë, numri i qytetarëve me të drejtë vote u rrit për 543 votues. Pas përditësimit të dhënave me votuesit e rinj që kanë mbushur 18 vjeç nga 13 tetori deri më 9 nëntor dhe pas largimit të personave të vdekur dhe të atyre që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës, numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në këto 18 komuna është 1.316.672, pra vetëm 543 votues më shumë se në raundin e parë. Pas përfundimit të shpërndarjes së materialit, KQZ-ja mbajti mbledhje të rregullt që u përcoll me debat të ashpër lidhur me votimin me asistencë. Antari i vetëvendosjes në KQZ, Alban Krasniqi, tha se votimi i personave që paraqiten se nuk din shkrim lexim nuk duhet lejuar pas rasteve të tilla më 12 tetor. Nuk mundemi ndryshe me u pastru prej një ndërmarrje kriminale e cila në ka sjell mira vota me asistencë të njerëzve që në shnesh si mulla, por të cilve ju është bler vullneti apo ju shantazhu vullneti prej grupeve politike dhe parapolitike. Por antari i PDK-s Ilir Gashi e vlerësoi këtë përpjekje për t'ia mohuar një kategori njerëzish të drejtën për votë. Një qytetar i cili është i paaft për të votuar ose për të shënuar në plot votim është edhe një qytetar i cili nuk din shkrim lexim. Unë s'po kërkoj asgjë tjetër, vetëm ne si institucion, kësaj kategorie, t'ju tregojmë se çfarë dokumenti duhet me pas për me dëshmu që një person, X personi, Y personi është analfabet dhe nuk din shkrim lexim. Nuk ka nevojë dokument, se s'ka dokument që dëshmon analfabetizm, sepse ka institucione që janë që 20 vjet, që kushdo që pretendon që është analfabet mund me shku edhe me mësu alfabetin. Për këtë formë votimi, ankesë pati edhe antari tjetër i LVV-s, Sami Kurteshi. Në komunën e Hanit të Lezit janë lajmëruar 243 njerëz të verbër që kanë votu me asistencë në emër të verbërisë. 243. Kjo është vjedhja klasike në Han të Lezit. S'po flas për komunat tjera. Në komunën e Malishevës janë dikon 59 e i kemi një 700 që në lajmëruesit verbër. A 59 marrin pension. Shqetësim pati edhe për numrin e analfabetëve në komuna që kërkuan asistencë në votim. Numri i analfabetëve ose i personave me shkollë që janë analfabet funksional në Kosovë po na del shumë i madh. Me pizën. Amo çaq i madh son Han të Lezit edhe në Malishev ato si ka para po as piza. E Gashi i PDK-s ja përmendi Kurteshit edhe fenomenin e trenit bullgar që tha se u aplikua në shtimen nga LVV-ja. Kështu që gjunë fjallë. Treni bullgar është i... Po flasë për statistika. Treni bullgar, djeni, në Republikën e Kosovës, në zgjedhjet lokale, jo vrese tjetër të vazhdu. LVV-ja e ka zbulu e trenin bullgar në Kosovë. Tash po e përdorin trenin kosovar. Qendrat e votimit të dielën do të hapen në orën 7 dhe do të mbyllen në orën 19.